të gjitha këto rezervuare dole me ngarkesë mjaft të lartë. Një rezervuar në Belsha i Tafanave doli me ngarkesë 120 herë esheria koli mbi normën. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë episod të podcast ku sot ja kemi dedikuar cilësisë së ujit. Ujit të pishëm, atij që gatuajmë, por edhe ujit të deteve, lumenjve dhe liçeneve. Do ndalemi tek një raport i fundit i Active Water 2, i cili ka marrë në monitorim 14 zona më të rëndësishme të vendit dhe për të folur për rezultatet, un kam të ftuar ekspertin e menaxhimit të burimeve ujore, zotin Erion Kalaja. Zoti Kalaja, faleminderit që je sot me ne dhe pranuat ftesën tonë. Erdita, faleminderit për ftesën, është një kënaqësi. Atë për të ndalur tek raporti i fundit, të cilin ju e keni publikuar në kuadër të projektit Active Water 2. Keni marrë në monitorim në qershor, mos gabofsha 14 pika monitorimi në zona të ndryshme. Si erdhi nevoja e këtij studimi, si u bë përzgjedhja e zonave dhe çfarë rezultoi në fakt? Në çfarë nivelesh ne ndodhemi sot? Faleminderit për ftesën dhe mundësinë për të folur për këtë çështje kaq të ndjeshme. HDH Foundation, pavarësisht se një organizator relativisht e re, ka pasur gjithmonë fokus çështjet e ujit dhe menaxhimit të ambienteve ujore në përgjithësi. Në mars, HDH Foundation pati një marrëveshje nën grantimi me fondet e SIDës për projektin Greenal dhe projekti jonë quhet Active Water 2. Arsyeja për zgjedhjes këtyre 14 trupave është sepse ne e dimë që ujërat sipërfaqësor duhet monitorohen sipas legjislacionit, por nuk monitorohen. Monitorohen disa ujëra rrjedhje natyrale ose disa ujëra natyrale si liçeni i Shkodrës e i Prespës, por Shqipëria ka rreth 630 trupa ujor, rezervuar ujiti kryesisht, plus rezervuaret e energjetikës, të cilat nuk monitorohen nga asnjë institucion, pavarësisht, siç e përmenda, detyrimit ligjor të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Kjo kryesisht vjen si mungesë fondesh. Atëherë, si organizatë fillimpërse, me njohuri nga eksperiencat të tjera në sektor, ne zgjodhëm disa trupa ujor përfaqësues të gjitha përdorimeve. Përdorimi i parë sigurisht ishte synimi për bujqësinë, për ujitjen, sepse ajo është ndikim direkt në sigurinë ushqimore. Më pas vum re që një pjesë e madhe këtyre trupave ujor kanë humbur funksionin e ujitjes, po tani janë funksion për rekreacion. Kështu që zgjodhëm disa liçene, si liçeni Farkës artificiali të tjerë që përdoren dhe për rekreacion. Më pas duke futur pjesës rekreacionit dhe ndikimeve që kanë disa trupa ujor, përzgjedhëm edhe ndotjen që vjen nga toka në Bregdet, duke përzgjedhur hidrovorin e Hamallat dhe vinin Gjales, të dyja derdhen në detin Adriatik, por në zona me potencial dhe shfrytëzim të lartë turistik. Më pas me kërkesë edhe nga institucionet, përfshim edhe liçenin e Shkodrës dhe liçenin e Prespës, pavarësisht se monitorohen, por nuk monitorohen për ngarkesat bakteriale. Dhe ngarkesat bakteriale është një nga treguesit kryesor që mat cilësinë e ujërave dhe raportohet në rang europian. Çfarë bën këtë raport ndryshe të veçantë në krahasim me monitorimet që bëjnë institucionet publike? Ju në fakt e cekët pak më përpara që atyre i mungojnë fondet, por a është detyrë në fakt e Agjencisë të Mjedisit për të bërë monitorime? Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka detyrimin për të bërë monitorime sipas legjislacionit për të gjitha trupat ujor. Ne kemi pasur kontakte me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe e kuptojmë shkurtimin e buxheteve, por pavarësisht çështjes buxhetit dhe operacionale në qeverisje, interesi qytetar, interesi mjedisit vazhdon mbetet i madh. Atëherë ne morëm me ndihmën e projektit Greenal disa pajisje për mati fizike në terren. Ajo që mungon në të gjitha raportimet edhe monitorimet mjedisore që bëhen, qoftë të programuara, qoftë spontane, është matja bakteriologjike. Duke qenë se ne kemi pasur vazhdimisht marrëdhënie të mira me Universitetin Bujqësor, me laboratorin e Universitetit Bujqësor, i cili është i akredituar nga laboratorët në cilësor,
ne vendosëm me ato mundësit brenda projektit që të bëjmë edhe 2 matje bakteriologjike, 2 sezone matje bakteriologjike për të gjitha këto, me 3 parametra kryesor, që është Escherichia coli, coliform bacteria dhe Enterokoku. Përgjithsisht këto baktere janë tregues të ndotjes fekale në trupat ujor, që ka lidhje edhe me mënyrën se si menaxhohen apo sa të aksesueshme janë këto trupa. Le të ndalim tek një pikë që i shqetëson të gjithë qytetarët e Tiranës, sidomos tek bovilla. Ju keni marrë në shqyrtim edhe bovillën, duke qenë se furnizon pothuajse gjysmën e Tiranës. Çfarë ka rezultuar nga analizat që ju keni marrë, nga mostrat e analizave, pra si kanë dalë rezultatet? Atëherë, bovilla është, siç e thonë edhe ju, furnizuesi kryesor i Tiranës, edhe ne si qytetarë të Tiranës jemi të ndikuar në mënyrë drejt për drejt. Megjithatë, bovilla ka një specifik që uji i liçenit nuk vjen direkt në çesmat tona, po kalon nëpërmjet një impjanti të trajtimit të ujrave. Parametrat fiziko-kimik në liçenin e bovillës ishin relativisht mirë brenda normave. Pati një kërkesë bakteriale në njëra nga pikat, e cila ishte më e lartë se norma lejuar. Për të qetësuar qytetarët, uji i bovillës, ritheksoj, trajtohet në impjantin e trajtimit. Kështu që kjo ngarkesë bakteriale presupozohet që është e trajtueshme dhe nuk vjen në çezmat tona nga liçeni i bovillës. Por nga ana tjetër, kjo rrit një kosto të madhe, ka rrezikun të rrisë një kosto e trajtimit të ujrave në këtë impjant. Fatmirësisht, Drejtoria e Ujësillës Kanalizimeve e rajonit të Bovillës mori pjesë gjatë monitorimeve që ne bëm, së bashku me Prefekturën e Tiranës, Enti Rregullator të Ujit, Institutin e Higjienës, dhe e vënë re. Një nga çështjet që pam ne atje, 2 aktivistët tanë filluan të mbledhin mbetje, sepse në zonën e Bovillës, zonë me atraksion të madh turistik, për shkak të pamjeve dhe natyrës mrekullueshme, nuk kishe kosha plerash. Kështu që ata filluan të mbledhin mbetje dhe kemi shkarkuar në kosha plerash rreth 15 minuta me makinë nga liçeni i Bovillës. Nuk ishte shenja për mos u lar në liçen Bovillës. Por po pati dhe pranit e Escherichia coli dhe coliforms, apo jo, të këtyre baktereve, të cilat janë pak të rrezikshme për shëndetin e konsumatorëve. Janë shumë të rrezikshme sepse krijojnë probleme serioze shëndetësore dhe afatgjata që kanë bën edhe me rrugët e frymarrjes. Ujësillës Kanalizimeve Tiranë vendosën shenja për mos lejimin e njerëzve që të lahen. Tani në monitorimin e dytë që bëm tetor, por nuk ka matje bakteriologjike, do nxjerrim raportin së shpejti. Kam vendosur edhe një gardh që mos ketë akses nga qytetarët në zonë. Por a do të merren edhe masa ndërhyrëse, nuk është ideja vetëm mos lejohen qytetarët. Atëherë, jo vetëm masa ndërhyrëse, ne kemi rekomanduar një zonë buferike. Jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë vendet e zhvilluara, burimet ujore, veçanërisht ato të ujit pishëm, trajtohen si objekte të sigurisë veçantë, sepse ka mundësi për një ndikim shumë të madh në një shoqëri, aq më tepër në këto kohë që ne po jetojmë. Dhe nuk ka nevojë të shkojmë në zona shumë larg. Në Kosovë, për shembull, një nga burimet kryesore, një rezervuar i madh që përdoret për ujin e pishëm të Prishtinës, nuk lejohet asnjë lloj aktiviteti në brigjet e atij rezervuari. Kështu që pavarësisht bukurisë që ofron Bovilla dhe potencialit turistik, burimi ujor, liçeni duhet mbrojtur nga agjentë të ndryshëm, të cilët jo vetëm që rrisin koston e trajtimit të ujit, por mund të bëjnë rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve të Tiranës. Pikë monitoruese ka qenë edhe liçeni i Farkës, liçeni artificial, liçeni i Belshit, dhe duke qenë se janë edhe shumë pranë zonave urbane, çfarë ka rezultuar aty? Dhe një pjesë e madhe e qytetarëve kanë edhe si një pikë që zhvillojnë sporte të ndryshme. Atëherë, liçeni artificial i Tiranës është atraksioni kryesor turistik, rekreacional, po themi, i Tiranës. Po ashtu edhe Farka po shtohet në aktivitetet
mjafton përmendim që Tirana Triathlon realizohet tani çdo vit në liçenin e Farkës. Kjo ishte arsye që këto u përfshin. Belshi ka një ngritje edhe një promovim si zonë mjaft e bukur e Shqipërisë, edhe mjaft pranë Tiranës. Të gjitha këto rezervuare dole me ngarkesë mjaft të lartë. Një rezervuar në Belsh i Tafanave doli me ngarkesë 120 herë Esheria Koli mbi normën. Liçeni i Tiranës edhe i Farkës janë rreth 15 herë, 8 herë mbi normat e lejuara. Arsyeja që kjo ndodh është shkarkimi i ujrave të zeza direkt në këto liçene. Edhe i Farka ka një potencial që të agravohet situata me gjitha ato zhvillime, ndërtime që po bëhen. Dhe kjo është vetëm ngarkesa që vjen nga, po themi, nga sharkimet e ujrave të zeza. Kurse ngarkesë tjetër që vjen goxha e madhe me këto lloj zhvillime urbane vjen edhe nga derdhet e mbetjeve dhe mos menaxhimi i mbetjeve në përgjithësi. Është interesant fakti që Belshi nuk ishte në planin ton, por gjatë takimeve me prefekturën e Elbasanit ishte prefekti i Elbasanit, i cili na e kërkoi, pasi donte matje faktike, shifra reale që ti prezantonte edhe institucioneve qendrore për nevojën e buxheteve dhe ndërhyrjeve në këto liçene. Në një lloj mënyre, institucionet poshtë që merren me menaxhimin janë në një lloj ngërshi, pasi nuk kanë as njohuri, as matje dhe as mbështetje nga institucionet qendrore në mënyrë që të kuptojnë apo të adresojnë këto problemet që vijnë nga ndotja e ujit. Pra kemi të bëjmë me një ngërsht institucional i cili është drejt për drejt përgjegjësi e tyre, por cilat kanë qenë rekomandimet që ju ja keni përcjellë atyre? Rekomandimet e para duhet ndërprer shkarkimet. Shkarkimet përgjithsisht në Fark edhe në liçenin artificial Tiranës vijnë nga bizneset aty pranë, pavarësisht se liçeni artificial i Tiranës ka edhe shkarkime nga kopshti zoologjik dhe nga liçeni i Thatë, të cilët janë burime të evidentuara ndotjeje, jo vetëm bakteriale, por edhe kimike në liçenin e Tiranës. Në një lloj mënyre kërkohet një kontroll i territorit, sepse nuk është përgjegjësi e Agjencisë Parqeve dhe Rekreacionit që menaxhon liçenin e artificial Tiranës, për shembull, që në dinin tonë, që të ndërpresi shkarkimet e ujrave të zeza, ndoshta është policia e ndërtimit apo institucione të tjera të cilat duhet të marrin seriozisht këtë situatë. Problematika është që atje vazhdimisht ka njerëz, ka fëmijë që nuk e din këto rreziqe ose nuk mund t'i shohësh me sy. Jo gjithmonë cilësia e ujit dallohet me sy, sepse turbullira mund mos jetë ndotje dhe transparenca mund të ketë ndotje. Megjithëse gjatë verës u vore komplet tek pjesa e liçenit artificial të paktën që u mbulua nga ajo pjesa e ndotjes. Në një lloj mënyre aktivitetet, monitorimet e liçenit artificial të Tiranës është një plus për ngritjen e problematikës për cilësinë e ujit, e ngritur prej kohësh nga shumë qytetarë, organizata shoqërisë civile që ka nevojë për marrjen e masave të menjëhershme për zgjidhjen e kësaj situate. Nuk mund të lihet e tillë më. Ndërkohë në monitorim kanë qenë edhe liçenet natyrore si Shkodrës, si Prespës, cilat ishin rezultatet që ju morët atje? U çuditëm faktikisht sepse Prespa dhe Shkodra doli me ngarkesë bakteriale. Nëse për Shkodrën, duke qenë se ka impiant trajtimi të ujrave të zeza, po ka gjithashtu edhe një zhvillim urban të madh, mendohej që mund kishte ngarkesë. Për Prespën ishte një surprizë sepse është një zonë më rurale. Kështu që kjo ka të bëjë ndoshta edhe me menaxhimin e aktiviteteve të tjera, po themi blegtorale, sepse ndotja mund mos vi nga njeriu, po mund vi edhe nga kafshët,
lopët dhe i delet e tjera që përsëri në fund ditës është një ndotje, është ngarkesë bakteriale, kështu që për njeriu është një rrezik. Në fakt duhet të përmendur këtu që një pjesë e këtyre ujrave shkojnë edhe për ujitje pra. Dhe a mund të transmetohet kjo ndotje përmes nga toka, bima dhe më pas tek prodhime që ne marrim? Atëherë, ujitja, për shembull, në liçenin artificial Tiranës, në veprën e marrjes janë vendosur disa pompa, të cilat Bashkia e Tiranës i përdor për ujitjen e lulishteve aty pranë. Kështu që kjo ngarkesë kalon direkt tek turistët, tek personat që e zgjidhin për atë për rekreacion. Liçeni i Tafanëve në Belsh pret shkarkimin e të gjithë ujrave të zeza të qytetit Belshit. Ka një urnë mes, gjatë kohës që ne po bënim monitorimet, mezi që ndrohej nga aroma e keqe dhe na ndaluan disa banorë, disa fermerë të zonës dhe na thanë aman bëni diçka sepse ne ujisim me këtë ujë. Domethënë, ai është një ujë që rrezikon direkt shëndetin e atyre fermerëve që e përdorin, por jo vetëm. Ndikon në ngarkesën fiziko-kimike që i jepet tokës, që është ngarkesa afatgjatë, por në afat shkurtër ndikon edhe qytetarin që konsumon Konsumatori fundor. Produkte bio, sepse zona Dumres të jep një përshtypje sikur është një zonë e virgjër, ku çdo gjë është e pastër, bio, ndërkohë nëse haj sallatë e shile e cila nuk është e larë mirë, apo nuk merren masa, ta gatuhet mirë, jep ndikim direkt tek shëndeti i njeriu dhe jo vetëm po themi produktet bujqësore, po edhe peshku i cili rritet në këto zona me ngarkesë bakteriale, nëse nuk është i gatuar mirë, Pa prodhimet krudo. Bën kalimin e këtyre bakterieve dhe këtë ngarkesë në organizmin e njerëzve, e konsumatorit direkt. Kështu që çështja e cilësisë ujrave është siguri për shëndetin e njerëzve, është çështje për siguri kombëtare, është çështje për siguri mjedisore, është një çështje realisht që duhet trajtuar si çështje e madhe sigurie në disa nivele. Në fakt, ju në raport e keni përmendur që jemi shumë larg, nëse do të futemi do të antarësohemi në Bashkimin Evropian, jemi shumë larg me këto parametra që ne kemi. Sa është kjo diferencë në distanca që neve na largon? Për cilësi jemi me vite dritë. Ndërkohë dhe në progres raportin e fundit, citohet domethënë u vu theksi tek pjesa që mungojnë monitorimet, por edhe kapacitetet. Si e shikoni raportin tuaj me progres raportin të Bashkimit Evropian i cili u prezantua pak ditë më përpara? Të dhënat e progres raportit të Bashkimit Evropian përgjithsisht janë dhëna që vijnë nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, kështu që janë të dhëna që ne kemi akses, nuk janë të dhëna që janë publike edhe për qytetarët shqiptar. Dhe ajo që thotë progres raporti është po e njëjta gjë që po themi dhe ne si shoqëri civile, si aktivist, po ndoshta progres raportin e dëgjojnë më shumë se sa na dëgjojnë ne, që nuk ka monitorimet mjaftueshme, që cilësia e ujrave është problematike. Unë kam dëgjuar që ka dhe zona të caktuara bujqësore që kanë problematika dhe po në thojza po shqetësojnë bashkitë për cilësinë e ujit për ujitje. Kërkon një menaxhim të madh dhe të integruar midis të gjitha palëve. Për shembull, ndonjëherë janë vetë fermerët që bëhen problematik. Në liçenin e Treganit në Elbasan, përveç ngarkesës bakteriologjike, ngarkesa më e madhe vinte nga bërësitë e ullirit, me që jemi në sezon e ullirit. Dhe të gjithë fermerët që marrin tani bërësitë e ullirit dhe i hedhin nëpër trupa ujor apo në sipërfaqe toke, rrezikojnë të cënojnë në mënyrë serioze mjedisin në afatgjatë. Kur ndërkohë bërësitë e ullirit dhe në Shqipëri ka industri, mund të përdoren fare mirë për peleta, mund të futen në atë që quhet sot ekonomi qarkulluese. Për të zbritur pak në Bregdet, ju keni prekur pjesën e Hamallajt, pra keni marrë si një zonë një studim, një zonë në fakt ku po frekuentohet shumë gjatë verës, por edhe është në zhvillim në saj të ndërtimeve të njëpasnjëshme. Aty me sa pash raportin kishe gjetur vajra,
element të ndryshëm të ndotjes. Në fakt, a ka të bëj edhe bizneset vendase, po ndikojnë edhe ato në këtë ndotje? Ne matin Adriatik kemi bërë në 2 pika, në Hamallaj dhe në Vijën e Ngjallës. Vija e Ngjallës është ajo që ka ngarkesë, ne kemi bërë e vetmja pikë kemi bërë ngarkesën e vajrave dhe grasave, monitorim përsëri në Universitetin Bujqësor, e cila tregon ndotjen që vjen nga industria e naftës në zonën e Patosit. Faktikisht, Sheria Koli dhe dhënat kimike në zonë Hamallaj dolën brenda parametrave, megjithatë prezenca e terokokut tregon si thua një ngarkesë të fshehur. Kështu që pavarësisht matja jonë është një matje pikësore momentale, nuk është një matje sistematike që të bëj krahasimet. Është thjesht për treguar një fotografi të një çasti, një momenti. Nuk është një matje që Bëhet në çdo kohë. Bëhet në çdo kohë. Kjo është thjesht për të provuar që ne ato argumente që ngrejmë në mbrojtjet mjedisit, në mbrojtjet të cilësisë ujrave, në mirë menaxhimin e territorit urban, në mirë menaxhimin e burimeve ujore, nuk janë pretendime që ne i ngrejmë se duam të bëjmë pak zhurmë për diçka, po janë pretendime që ndrojnë. Domethënë ngarkesa dhe ndotja e trupave ujor është real. Mungesa e koordinimit të institucioneve për zgjidhjen e kësaj problematike është reale. Rreziku që turistit që vinë në zonën e Darzezës ndoshta apo të Hamallajt në një moment caktuar që apo në zona edhe në zonat malore, më që po ngjitemi maleve tash për pjesë turistike, të cënohen në shëndetin e tyre për shkak të përdorimit të tyre ujrave që vizualisht duken të pastër, është rrezik i madh. Mjafton të përmendim para disa vitesh u bë një garë noti, nuk jam i sigurt, në Sen dhe kampioni pati probleme me Sheria Kolin. Domethënë, është një diçka që ndodh edhe në zona në Shtetet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, çështjet dihen, kontrollohen. Vija e Ngjallës, përveç ndotjes masive që ka nga vajrat dhe grasët, ka 420 herë mbi normën ngarkesën e bakteriale e Sheria Coli. Domethënë është një kanal që përdoret praktikisht për hedhjen e të gjitha mbetjeve, qoftë industriale, qoftë ujërat e zeza të një zone mjaft madhe. Kjo është një situatë serioze, këto lloj ngarkesash nuk vinë sepse e bëri një individ apo diçka, është diçka sistematike që po ndodh me këto burime ujore, është diçka që as industria, as banorët, as bizneset, as qytetarët nuk po e kuptojnë. Në fakt, duhet jetë edhe kontributi tyre, kontributi qytetarë, kontributi bizneseve, sepse edhe ato në një farë mënyre indirekte dhe ato bëhen shkaktar të ndotjeve. Pikërisht, një nga qëllimet e këtij projekti nuk është vetëm adresimi e problematikës me institucionet, po është adresimi edhe me qytetarët, edhe me bizneset, sepse për shembull, qoftë në liçenin e Shkodrës, qoftë në Rubjek, qoftë në disa zona të tjera edhe në Belç. Bizneset pranë liçenit na kanë pyetur dhe na kanë kërkuar rezultatet e analizave. Janë ata vetë parët interesuar. Ndonjëherë ata mund mos ta dinë, mund mos ta kuptojnë nivelin e ngarkesës apo ndotjes që edhe ata vetë mund të shkaktojnë, por këto lloj raportesh ndihmojnë që edhe këto bizneset të jenë më të kujdesshme. Praktikisht, nëse ata kanë një grop septike që e përdorin për shkarkimin e ujrave të zeza, e cila nuk është pastruar apo nuk është në kushtet e përshtatshme teknike, ata mund ta përmirësojnë atë dhe t'i japin në një lloj mënyre gjatësi biznesit të tyre. Pra kemi nga një ran biznese që janë interesuar, por po nga ana tjetër institucionet pati ndonjë reagim institucional pas publikimit të raportit tuaj, sepse kemi të bëjmë edhe me mbushllëqe ligjore ose mungesë bashkëpunimi mes institucioneve të cilat janë drejt për drejt përgjegjëse për monitorimin e këtyre zonave. Ne kemi pas marrëdhënie gjatë zbatimit të projektit, mund të them shumë të mirë me institucionet, na kanë pritur, na kanë dëgjuar, kemi diskutuar cilat janë problemet. Raporti, pavarësisht se mate u bën qershor, siç
kemi deklaruar u publikua javën e parë tetorit, u bë për publikun. Arsye sepse raporti mbeti 2-3 javë për diskutim me institucionet shtetërore për të marrë komente. Praktikisht, Komiteti Kombëtar i Digave dhe Agjencia Kombëtare e Menaxhimit të Burimeve Ujore kanë komentuar për raportin, institucionet e tjera e kanë marrë dhe nuk kanë komentuar. Edhe është e kuptueshme se ndonjëherë ndoshta ata e dinë situatën, por nuk kanë çfarë të komentojnë. Një nga diskutimet që ne planifikojmë të bëjmë dhe duam ta vazhdojmë me institucionet është të diskutojmë disa nga zgjidhjet që ne praktikisht kemi evidentuar për momentin. Ne kuptojmë që Agjencia Kombëtare e Mjedisit mund mos ketë buxhete apo mund mos e marrë kurrë një buxhet për të gjithë këto rezervuar. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nga tjetra anë? Sa Pikërisht, përgjegjësi ka ajo? Ministria ka përgjegjësinë që t'i alokojë fondet agjencisë, domethënë në një lloj mënyre. Por për shembull, ne bëjmë një matje edhe në Vallën e Dejës. Dhe po të marrësh kompani shtetërore si Keshi apo Ujësjelës Kanalizimi Tiranë, qofse në një bashkëpunim të mirë me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, ata mundet që t'i bëjnë këto analiza si pjesë e programeve të tyre, janë kostot papërfillshme për këto kompani. Po ashtu edhe nëse disa nga këto rezervuare jepen me të drejtë përdorimi, qoftë për peshkim, qoftë për rekreacion, atëherë tek kontratat e përdorimit të këtyre burimeve ujore mund vendosen kushte që ata të jenë detyruar të raportojnë për Agjencisë Kombëtare të Mjedisit rezultatet e analizave. Çfarë kërkon kjo? Kjo kërkon që Agjencia Kombëtare e Mjedisit të certifikojë apo të autorizojë disa laboratorë, për shembull ne kemi përdorur Universitetin Bujqësor, mund të jetë higjiena, mund të ketë laboratorë privat të cilët mund të jenë të akredituar për këto lloj shërbimesh, ku operatorët, sidomos për disa nga këto rezervuar, të cilët 1-2 pika mund kërkojnë, ka një kosto rreth 100-200 euro për një monitorim, nuk është një kosto shumë e madhe. Nëse ata bëjnë 2 monitorime në vit, është në mendimin tonë e përballueshme si kosto, dhe këto dhëna t'ia japin Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, e cila i integron në raportimin e vet, për thënë drejtën bëhen publik dhe orienton institucionet për të marrë masat. Një nga çështjet që krijon ngërç është ndonjëherë gjua teknike që përdoret nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit ose institucione me ekspertizë të lartë. Edhe këtë vëmë re edhe si ekspert vetë, ndonjëherë kur flasim nuk na kuptojnë. Ajo që ne rekomandojmë është që për disa çështje që kanë të bëjnë me ndotjen apo me menaxhimin e këtyre burimeve, institucionet si Agjencia Kombëtare e Mjedisit apo institucionet tjera të jenë më specifik në rekomandimet. Ne kemi pasur takime me institucionet pushtetit vendor, pa e përmendur emrat, që thoshin ne kemi marrë një raport për monitorimin, por nuk e kuptojmë çfarë do të thonë shifrat. Dhe është mos e kuptueshme. Përgjithsisht pushtetet vendor janë super pushtete vendor me pafund përgjegjësi, po edhe me probleme të burimeve njerëzore. S'kanë ekspertë të duhur. Nuk kanë ekspertë të duhur sepse dhe ekspertiza ndonjëherë është e vagët. Po institucionet që kanë ekspertizë, atëherë duhet të ndihmojnë këto institucionet që merren me menaxhimin edhe me këshilla dhe me udhëzues konkret se çfarë duhet të bëjnë. Nëse do të përmbledhje gjithë këtë raport në një mesazh për qytetarët, cili do të ishte ai? Kujtoni gjyshet që thoshin lajni mirë ushqimet përpara se t'i përdorni. Kujtoni prindrit që thonë kujdes kur laheni e tjera. Mos e merrni të mirëqenë që burimet ujore në Shqipëri janë domosdoshmërisht pastra, përpiquni të informoheni me aq informacion sa ka, me aq sa është e mundshme. Zoti Kalaj, shumë faleminderit për të gjithë analizën dhe informacionet që ju sollët sot. Faleminderit juve. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, bashkë do shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.